Në videon e kaluar, analizuam se si të mbajmë kancerin në kontroll dhe ta luftojmë atë me sukses, duke ndërprerë 2 ushqimet e ditë vetme që ushqet ose që jeton, që janë glukoza, sheqeri glukozë dhe aminoacidi glutamin. Ndërkohë që gjithë qelizat e tjera të trupit tona normale, qelizat normale, marrin ushqim të pastër nga acidet yndyrore, nga djami, nga yndyra, nga ketonet dhe nga laktatet. Por ka dhe një pikë tjetër të fortë që kanceri mbijeton edhe shumohet pa kontroll, që ua përmenda në videon e parë fare mbi kancerin, dhe bëhet fjalë për krijimin e këtyre qelizave kancerogjene krijojnë oksigjenin e paqëndrueshëm. Ndryshe mund ta hasni këtë oksigjenin e paqëndrueshëm me emrin ROS, reactive oxygen species, ose stresi oksidativ, ose oksigjeni reaktiv. Ky po në kuptoni thjesht që është një oksigjen i dëmshëm, i paqëndrueshëm. Pra, ai i mungon një elektron ose 2 elektrone në shtresën e tij të jashtme dhe ky bëhet shumë reaktiv, kërkon reaksion, do të se s'bën që të plotësohet. Vin vërdall në përqeliz dhe merr nga të gjitha pjesët e organeleve tona, duke dëmtuar gjithë pjesët organele brenda qelizës. Pra, është njësoj sikur oksigjeni në natyrë që ka oksigjen paqëndrueshëm lidhet me hekurin dhe krijon atë ndryshke. Të njëjtën gjë krijon edhe në brenda qelizës. Ky oksigjen gjithashtu i paqëndrueshëm është ai arsyeja që mban peng bërthamën e qelizës dhe e detyron atë të mos vetëshkatrohet, sepse çdo qelizë kur ndjej që nuk po funksionon mirë, ajo jep alarm dhe vetëshkatrohet. Ndërkohë që ky oksigjen i paqëndrueshëm ose reaktiv e mban bërthamën nën presion, si më thënë, mban peng, e detyron edhe të mos vetëshkatrohet, por në krahun tjetër e detyron që të hapi portat e gjithë qelizës që të hyjë sa më shumë ushqim dhe të dalin citokinat ose të dalin këto inflamacione, të krijojnë sa më shumë inflamacion. Ka shumë mënyra ose ka shumë elemente të cilat të ndihmojnë, që janë suplemente në fakt, janë suplemente të fuqishme që shbëjnë të gjitha këto efektet e dëmshme që krijon oksigjeni reaktiv, dhe jo vetëm për këtë. Përshëndetje miq, unë jam Bali dhe kjo është video e fundit mbi një vështrim të përgjithshëm mbi kancerin dhe si ta kontrollojmë, sulmojmë dhe vrasim atë duke përdorur dijet dhe njohurit që di mbi të, si dhe eksperiencat pozitive shpresëdhënëse të miliona pacientë që i raportojnë kudo në botë. Siç u kam thënë, është një sëmundje metabolike, jo gjenetike, dhe të tillë do ta trajtojmë atë. Si gjithë sëmundjet e tjera që u kam folur në videot e tjera, do përdorim procesin metabolik për ta kontrolluar atë. Ndajni këtë video me këdo edhe në faqet tuaja sociale në mënyrë që t'jepni shanse kujdo që fatkeqësisht ka këto sëmundje të rënda, me fjalë. Si gjithmonë, gjithë këto videot janë video informuese, nuk janë këshilluese, unë nuk ju këshilloj dot sepse nuk jam mjeku juaj. Nëse keni pyetje, shkruajini ke komentet tuaja dhe unë do përgjigjem atyre gjithmonë nëse mundem edhe nëse i di përgjigjet. Sot do ju jap një listë me këto gjithë listën e suplementeve të cilat ndihmojnë në zhbërjen e efektit të oksigjenit reaktiv. Edhe dy rjeshta secila për efektin e tyre në qelizat kancerogjene. E para është melatonina. Janë ilaçe që ju keni dëgjuar. Melatonina ju e dini që përdoret për gjumë, zakonisht. Në farmaci shkohet për të fjetur gjumë ose për të filluar gjumin, jo për të fjetur, për të filluar gjumin. Kjo vetëm për këtë efekt ndihmon. 15-20 minuta. Por dhe marrim në 10 mg, 20 mg disa herë që quhet prap dozë madhe. Në rastin e kancerit, melatonina jepet mbi 1 gram, 1000 mg, si më thënë, ose 1 gram. Është antioksidat i fuqishëm. Ka shumë procese, ka shumë veprime. Veprimi kryesor dhe më i njohur nga ana mjekësore është që është antioksidant. Çfarë bën ai? Heq sheqerin dhe futet për qeliza, ua kam shpjeguar edhe më para ke gjumi pa gjumësia, dhe në këtë rast bie edhe insulina. Bie insulina, qetësohet trupi, flet gjumë më kollaj. Ndërkohë që antioksidantët gjithashtu futet brenda qelizë dhe lidhet ose i jep një elektron oksigjenit dhe oksigjeni nuk bëhet më i paqëndrueshëm, por bëhet oksigjen normal, i padëmshëm. Gjithashtu, e dyta është metformina. Metformina ju e keni dëgjuar që përdoret për diabetin. Në fakt, metformina ka 100 efekte të ndryshme. Është njësoj si aspirina. Ka 100 efekte të ndryshme dhe ca vjen sa akoma s'dihem, me fjalë, por që metformina përdoret edhe për ata që duan për jetëgjatësi, ka antiinflamatore të tjera. Në rast se kancerit, mund ta filloni 500 mg në ditë, në 2-3 javë, me fjalë, bëjnë 1 gram, 1.5 deri në 2 gram. Por aman kujdes, nëse ju fillojnë shqetësime
pasi merri këtë metforminën, shqetësimet e traktit tretës në zorë, me fjalë, të përzjera, nevojë urgjente për të vajt në banjo, gjithçka do. Nëse ju shikoni efektet të dëmshme të metforminës, shmangeni dhe ndalojeni me një herë, me fjalë, dhe vazhdoni me mënyrat e tjera. Kështu që shkojmë ke e treta, që është pikërisht gjimnastika ose ushtrimet, ose asnjëherë kardio, shumë sforcim. Një ecje e lehtë, në fakt ecje e shpejt, po vrap i lehtë, po jo vrap shumë, mos bëni pesha të rënda, sforcime të mëdha. Ka deri një farë limiti, sepse gjithë synimi i bërjes së gjimnastikës është që ne të ulim glukozën. Kur ne bëjmë gjimnastikë, ne ulim glukozën nga gjaku, ulim dhe glutaminën. Kjo është, thashë një këto janë dy ushqimet kryesore që kancerit. Pra, mos gilet shumë ushqim për qelizat e kancerit, të harxhohet kudo në gjithë trupin, dhe në pjesën që shkon ke kancer, nuk shkon më 100%, por do shkoj 2%, 3% me fjalë. Kaq ngelet. Është provuar me dekada të tëra, 4 sipërisht, që gjimnastika, ecja, vrapi lehtë me fjalë, ul glukozën edhe glutaminën në gjak. Pra është një ndër, si më thënë, armët më të fuqishme që ne kemi, lëvizja, gjimnastika me fjalë, mos ndonjë ulur. E katërta janë mos merrni estrogene dhe testosteron, hormonet seksuale zvendësuese, terapia zvendësuese, edhe ke femrat edhe ke meshkujt. Sepse të dyja këto me fjalë, sidomos estrogeni, synimi i tij është të nxist, të ris, të zmadhoj. Ka pak shumë të njëjtin efekt si insulina. Dhe ne nuk e duam këtë lloj efekti në rastin e kancerit, kështu që do shmangeni nëse jeni në terapi zvendësuese, por keni kancer. Shmangeni estrogeni, sigurisht kanceri është më kryesor, i pari që do luftohet. Dhe gjithashtu mos merrni shumë bulmetra, nëse sepse bulmetri, djathi kaçkavall, djath bebe, këto kanë shumë estrogene në vetvete. Qumshi në vetvete, bulmetrat kanë estrogene shumë. Shmangeni në minimum. Përdorni gjalpin pa problem fare, jo shumë shpesh kos, djath të bardhë vëndi, edhe llall me fjalë. Jo për ditë. E pesta, omega 3, vaj peshkut, që kemi ushqim deti, hëngra e peshkut. Është inflamator shumë i fuqishëm. Nuk lejon çlirimin e citokinave ose të inflamacionit. Qelizat kancerogene nxjerrin jashtë dhe e bëjnë më acid. Duke bërë më acid ai mbrojt nga sistemi jon mbrojtës. Nga qelizat tona mbrojtëse nuk shkojnë dot sepse është bërë acid. Pikërisht sepse qelizat kancerogene lëshojnë më shumë aciditet rreth e përqartit. Kjo e mbron atë nga sulmi qelizat tona. Qelizat kancerogene janë jashtë organismit dopta, 1% si thon forcë, qelizat tona janë 100% forcë. Po ata nuk arrin dot ta kapin sepse kanë këtë barierë në mes, ka atë mjedisin acid që qelizat kancerogene krijon. Pra duke dëmtuar këto omega 3 me fjalë ose vaj peshkut, duke dëmtuar e para nuk e lë të mbrohet, heq pjesën acide, nuk e lë të shumohet, i dëmton membranën kancerit dhe duke u dëmtuar membrana, qeliza nuk funksionon dot mirë, ndodh vetë shkatrimi. Gjithashtu ajo ndalon krijimin ose ngadalson krijimin e enëve të reja të gjakut, kapilare, që kanceri kërkon duke lëshuar inflamacion rreth e përqarkut të tij. Është një antibiotik siç u thash edhe në videon e kaluar, 6-diazo, 5-okso, norleucin, si ka, si emrin. Ky blokon glutamina, siç u thash, është një nga dy ushqimet që kanceri ushqehet, po që të kaloj si ushqim ose të fermentohet, nga glutamin me një enzim kthehet në glutamat. Kjo është forma që ai ha. Ka me mira reaksione në trup. Po që të merret, do ta, si më thënë, ta përtypin, pastaj ta ka përzej, nuk e andot direkt so. Kjo është dhe puna. Glutamina shndrohet nga një enzim, shndrohet në glutamat, kjo fermentohet dhe kanceri këtë përdor, duke prodhuar ato vetëm 2 elektronë, siç e thash. Zakonisht kjo dikur jepej e përdori vitet 50-60, unë ndërprej për shkak të efekte ansori, sepse jepej në dozë të madhe, duhet jepet në dozë më të kontrolluar, me fjalë, në Shqipëri nuk bëhet, fatkesish, po, në Turqi ndoshta bëhet, në Egjipt. Dozë lartë 2 herë në javë, ose mund të jepet çdo ditë dozë ulët për gjithë javën. Është vepron në një farë mënyrë si gjysmë kimioterapi, sepse do veprojë edhe ke kancer, po do veprojë edhe ke qelizat e traktit tretës dhe mund të japi të përzjera ose SKLD, mos rehati në stomak. E shtata, mos shtoni, kur ju thash që ndroni dietën, hiqni sheqernat, nuk do thotë që të merrni proteina, shumë proteina. Proteinat prapë do të jenë pak,
20%. Po në këtë rast ne nuk duhet të shtojmë si është proteinat, por duhet të shtojmë yndyrnat. Pse? Sepse proteina, sa më shumë protein të ketë, proteina vetvete shndrohet në glukos, kur është shumë. Pra trupi do marr aq sa i duhet dhe pjesa tjetër nuk ka ku ta çojë, do ta shndrojë në glukos, në mëlçi. Pra nga protein do bëhet glukos, nga glukoza do shkojë ke qelizat kancerogjene. Nuk e duam këtë gjë, duam të mbajmë nivelin e proteinës të ulët rreth 20% ose raporti ndërmjet dhjamit yndyr edhe protein të jetë 4:1, mbi 3 të paktën, 3:1, 4:1. Po 4:1 rekomandohet më së shumti sepse në këtë mënyrë ti nuk jep mundësi kancerit të marrë glukozë nga shtrimi i proteinës në glukos. Sa më pak protein të kontrolluar. Pra, kur flas një pago gjalp, një copë mishi, një pago gjalp është 100 gram, si më thënë, ka 900 kalori kemi. Mos e mjaftueshëm. Është një ilaç tjetër siç thash herë kaluar, që është fenbendazoni, ivermektina, memendazoli. Është një ilaç që bëhet çik më rrallë me fjalë, po që nëse nuk gjeni këto të tjerat, që quhet artemisin. Edhe kjo është antiparazitik, antihelmitik. Jepet 200 mg në ditë, me gjilpër jepet 80 mg për kilogram peshë, po 200 mg në ditë tablet gjithmonë. E nënta, hiperoksia ose dhënia e oksigjenit ose e ozonit, ozoni është O3, me bombull. E ke pasur ata që vend kanulën në hund me fjalë edhe marrin oksigjen me bombull ose me koncentrator me fjalë. Kjo ndihmon duke marrë më shumë oksigjen të pastër me fjalë të rregull, O2, jo të paqëndrueshëm. Kjo do të ndihmojë në kthimin e mjedisit acid që ka krijuar qeliza kancerogjene për ta bërë atë më normal, më pak acid ose më shumë bazik si më thënë. Kanceri vet rritet në mënyrë hipoksike ose pa oksigjen, nuk do oksigjen kanceri që të jetojë. Por ashtu duke hyrë, do të hyrë në qelizë ky oksigjeni që ne japim, duke hyrë në qelizë do shtohet e do shndrohet në ROS ose në oksigjen të paqëndrueshëm. Oksigjeni i paqëndrueshëm ke qelizat kancerogjene është se më thënë këtu në këtë nivel. Në qelizat normale është këtu poshtë. Po qelizat normale kanë antioksidant vet, vitamin D, Na, D, e të tjera me fjalë që e lëshojnë menjëherë, nuk e lënë ka oksigjen reaktiv do të krijojë dëme. Ndërsa qelizat kancerogjene mban diku më lart. Por ama nuk e mban dot shumë lart. E do në këtë nivel se s'bën. Ç'a bëjmë ne? Duke i dhënë oksigjen nga jashtë, ne i rrisim këtë nivel, këtë prag. Duke rritur ky prag, ke qelizat normale do shkojë këtu, po është prap normal. Ndërsa këtu do shkojë lart dhe do japi urdhër qelizat që nuk e mban dot më tepër. Ky oksigjen i dëmshëm ka kaluar çdo lloj vlere dhe do japi shkatrim të qelizës. Ka dhënë rezultate goxha të mira, vetëm oksigjeni fjalë në hund kur thonë. 2-3 litër për minutë, do të jetë më së normale besoj. Pra, do jepet nga 21% që ne marrim thithim në natyrë, mund të shkojë 35-60% oksigjen. E dhjeta, jepet vitamin C me doza të larta. Ka shumë mendime të ndryshme. Unë personalisht nuk do ta preferoja, po megjithatë jepet. Edhe përdoren, thonë që ka rezultate të mira, ca të tjerë thonë që nuk shkon logjika me fjalë. Sepse vitamina C është njësoj si glukoza, si formulë. Edhe ka shumë rrezik, vetëm një enzim duhet edhe që ta shndrojë vitaminën C në glukosë. Po u shndruan në glukosë në vend të që shkojë të bëhet antioksidant, do bëhet glukosë, do bëhet prooksidant më tepër. Kështu që vitaminën C do ta thojë tashmanglik. Është një element shumë i fuqishëm pas melatoninës, melatoninës tamam, është glutationi, antioksidanti i fuqishëm brenda qelizë. Trupi unë prodhon, por në rastin e kancerit ai është shumë, siç u thash, edhe mund të merret edhe nga jashtë si suplement dhe ndihmon jashtëzakonisht antioksidant. E 12-a është hipertermia, rritja artificiale e temperaturës. Pra mbahet në një dhomë, pacienti dhe rritet temperatura, duke rritur temperatura e dhomës do rritet edhe temperatura e trupit të njeriu. Qelizat tona normale durojnë temperaturën. Edhe kur ne smuremi, trupi jon përkastile ngrit temperaturën. Duke rritur temperaturën, qelizat tona mbjetojnë rehart fare, ndërsa viruset dhe mikrobet 20-21 fillon të denaturohen dhe fillon të vdesin. Kjo është arsye pse ne rritet temperatura. Mos luftoni temperaturën menjëherë 38-38.5, aspirin, antibiotik, ilaçe me fjalë. Jo, lëreni një çik sepse është trupi që po reagon për të luftuar mikrobet. Tjetër çfarë përdore edhe 13 është janë dhomat hiperbarike, me mbi presion të madh. Ka dhe në Shqipëri, me sa di una, 2.5 atmosferë, sepse kjo rrit
përqendrimin e oksigjenit dhe gjak dhe në plazmën e gjakut. Dhe përveç kësaj domethënë ai jo vetëm plotëson hemoglobinën me oksigjen nga hekuri, por ama do shtoj edhe sasinë e oksigjenit brenda në lëngun intersticial edhe brenda në qeliza. Si që thash, te qelizat normale nuk do krijojë asnjë lloj dëmi, ke qelizat kancerogjene do rrisë atë nivelin e reaktiv oksigjenit të dëmshëm. Do destabilizoj bërthamën, do shkaktoj vdekje të bërthamës. Edhe në Shqipëri përdoret edhe ata me diabet, ata që kanë këmbë diabetike, infeksione, plak të hapura, si më thënë, edhe unë e di që kemi edhe teknikë të përgatitur goxha për këtë punë. Seanca nga seanca duhet të jetë 2 ditë larg, jo çdo ditë, edhe 1 orë deri 1 orë e gjysmë. E 14 janë ca ilaçe glukoliz inhibitor, po a shkruaj këtu me fjalë. E 15 është gjumi. Siç kam thënë gjithmonë, gjumi flini anash, përdorni tapaveshësh, jo ushqim 3 deri 4 orë para gjumit, që në mënyrë që të flini rehat, jo dritë, celular dhe TV. Do flasim për gjumin në video më vete. E 16 është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Ndoshta më e rëndësishme është stresi. Stresi, që kam thënë gjithmonë, lëshon ato hormonet e stresit, kortizoli, adrenalina, noradrenalina, të cilat marrin protein kudo, muskull, dhe e çojnë në mërçi dhe e shndrojnë në sheqer, sepse thonë ka rrezik. Ka rrezik, ne nuk lëvizim vendit, me fjalë, vetëm kemi stres, edhe prodhojmë shumë glukozë duke hequr protein nga trupi, dhe kjo glukozë pastaj do kalojë tek qelizat kancerogjene. Përpiquni, stresi luftohet edhe duke ndërtuar 36 orë fasting, 48 orë me fjalë. Po aman, rini me njerëz optimist, entuziast, pozitiv, shikoni diçka humor, shmang disa më shumë rrjetet sociale, në celular, në TV, emisionet boshe, me orë të tëra, sidomos unë rekomandoj totalisht për edhe ato seancë punë të heqin këto telenovela sidomos, vetëm çajt edhe vajtojnë në çdo gjuhë të botës. Ata janë aktorë, paguhen pikërisht të çajin aq shumë. Nëse, e 17 dielli ose dalja në natyrë. Në mëngjes dhe sidomos në mbasdite. Shmangni pjesën e mesit, po në mëngjes që të merrni rrezet infra të kuqe, ato infraredit. 20-30 minuta 2 herë në ditë, sepse në ato mënyrë ato mund të shkojnë deri në 5-8 cm brenda trupit ton dhe çfarë bëjnë, rrisin punën e mitokondriave. I bëjnë mitokondrit të afta që të djegin oksigjen. Edhe një herë gjithçka që bëhet luftë është ke sindrom metabolik është mitokondria. Çdo strategji tjetër që u kam thënë në gjitha videot e mëparë, ato që mund të ulin trigliceridit, proteinën C reaktive të inflamacionit, me cytokinat nga toksinat, edhe uljen e ANC-s ose hemoglobinës së glukozuar, për kur këndohet diabetit, jetë më pak se 5.6. E 19 janë disa element ose minerale, zinku, magnez, glicinati, koraspin, berberin, laktoferin, quercetin, kapacitabin, po i shkruaj këtu poshtë thjesht si emra, vitamin B2, B12, vitamin B kompleks, kompleksi CO10, ujë alkalinizues, siç u thash, sepse mjedisi është më acid ke qelizat kancerogjene, merret ujë më alkalin ose më bazik. Niklosamid, 3 në ditë nga 500 mg. Turmerik, kam përshtypjen se ka hyrë në Shqipëri. Turmerik është ajo bima me kurkumin, është molekulë vepruese e cila do është anti-inflamatore. Gjithashtu mund merret edhe piperi i zi, çokollatë e zezë, mbi 85%, pa qumësh dhe pa ato çudirat që shiten në domë në dyqane, do të jetë thjesht çokollatë e zezë, 85%, ka shumë pak sheqer dhe duhet të ndihet e afërt në fund të gjuhës. Dhe e fundit, e 20, ushqimi. Folëm për ushqimin herë kaluar, por aman duhet, si të thash, bashkë me shmangjen e karbohidrateve, të alkoolit, duhanit. Si të thash, duhet të shtohet sasia e djamit, e gjalpit, vaj të ullirit, vaj të kokonatit, vaj të avokados ndoshta, vaj palme, këto janë vajrat për shmangje gjithë vajrat e tjera vegetale. Veza po ashtu ka 50%, e vërda vezës ka 50% acid yndyror ose djam. Këto janë burimi i pastër energjie për të gjithë trupin. Qelizat kancerogjene nuk i përdorin dot, nuk han dot djam, acide yndyrore, ketone
ose trigliceride. Nuk han dot, nuk ushqen dot me ato, sepse nuk i fermentojnë dot. Ato duan vetëm ushqim që fermentojnë dhe fermentojnë vetëm glukozën edhe glutaminën. Shtoni sa më shumë keni mundësi turshi, peshk, mish me djam sidomos, sepse si ju thash, trigliceridi do shkoj në mëlçi, do prodhoj një çik glicerol, një glicerol dhe 3 feti acid ose 3 acide yndyrore. I gjithë trupi thash do ushqet, truri jon ushqet me glukozë edhe me ketone, duke ulur insulina, kjo gliceroli pakët do kthehet në glukozë dhe nga krau tjetër acidet yndyrore do krijojnë ketone. Një çik glukozë, shumë ketone, truri vdes për ketone, i dosh, jashtëzakonisht shumë. Edhe sa më shumë ketone, edhe do ushqet edhe truri pa problem fare. Ngelet shumë pak, eritrocitet, gjithë ruazet e kuqe të gjakut marrin vetëm glukozë, ushqen vetëm me glukozë dhe lëshojnë çik laktate, me të cilat po të ushqet po prap truri, dhe ngelet një sasi minimale e pa llogaritshme nga për kancerin. Ai sa mund të marri, nga 100% do marri 0,5%, do filloj të goli, do filloj të vdesi, s'ka nga vete. Mund të fusin në menyn tuaj edhe disa për shembull perime të pjekura ose të skuqura, por jo patate, karota, domate dhe qep, sepse kanë shumë sheqer brenda. Po ashtu disa zarzavate mund t'i përdorin në formën e turshisë, domate jeshile, patlıcan, tranguj, lakra, karota, çdo gjë që mund ta bëni turshi s'ka problem fare, nuk ka më sheqer aty. I kanë ngërë mikrobet sheqer dhe janë shndruar në acide yndyrore. Në këto jeshilet që përdoren zjeni mirë, me fjalë spinaqin, lëpjetat, hithrat, lakrat e egra, prakalide, prakalide janë, ekziston dhe kjo. Me vaj ulliri, si gjithmonë, qikrip, edhe me pak fare djathë të bardhë, vëndi, gjithmonë. Mirë miq, kjo ishte një përmbledhje e shkurtër mbi e shkurtër për kancerin, si të njohim dhe luftojmë atë me sukses. Sa më shumë të dim për të gjitha sëmundjet që mund të na shkaktojnë në jetë, aq më të lehtë ta kemi ne që ta ndalojmë, ta kontrollojmë dhe ta luftojmë me sukses. Me gjithçka që kemi në dorë, mundemi. Në këto video unë përpiqem të shpjegoj rrugën më të lehtë, më të kuptueshme, edhe pse është shumë e vështirë me terminologjinë mjekësore, si dhe gjithmonë sa më falas të jetë e mundur. Nuk kam asnjë interesi financiar me asgjë. Këto shpjegimet që unë jap në këto video jeni sigurt do jenë mjekimet bazë pas 5 ose 10 vite në vitet e ardhshme. Po për disa sëmundje koha nuk pret, kështu që filloni trajtimin metabolik sa më shpejt që t'jeni e mundur, siç e kam shpjeguar në gjitha videot e mëparshme. Ju uroj të gjithëve të keni një ditë të mbarë dhe shëndet të plot. Mirupafshim në videon e ardhshme.